mos u bë njeri I hutuar I cili qohesh vetëm për ngrënien e shëfyrit. Po duhet vëllezër dhe motra të përfitojmë, sepse mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të shumta. Vetëm duhet njeriu të përkujtohet. Si përkujtohet njeriu? Duke mësuar fen, dhe duke patur shokun apo shoqen e mirë që përkujton vazhdimisht. Duke lexuar, duke dëgjuar. Kështu përkujtohet njeriu. Edhe në qoftë se kjo dituri që ti e ke marrë vazhdimisht praktikohet, atëherë ajo rrënjoset në mendjen tënde dhe në zemrën tënde. Dhe bëhet diçka e lehtë. Allahu ta lehtëson pastaj. Shumica jonë mos themi të gjithë ne, gjatë gjithë vitit, jemi në gjumë në kohën e shëfyrit. Jemi në gjumë në kohën e shëfyrit përpara agimit. Pse mos ta shfrytëzojmë Ramazanin? Ndërkohë që çojmë që të hamë shëfyrin, ta shfrytëzojmë, t'i lutemi Allahut subhanahu për nevojat tona, t'i lutemi për mirësinë e botës tjetër dhe t'i lutemi njëkohësisht për nevojat që kemi në jetën e kësaj bote. Sikurse ka dhe njerëz të cilët nuk çojnë as për shëfyr. Pra, jo vetëm që nuk arrin mirësinë e ngrënies së shëfyrit, për cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në ngrënien e shëfyrit ka bereqet, por njëkohësisht nuk arrin dhe mirësinë e duas dhe të lutjes në këtë kohë të bekuar.